Dasma e Princ Lekës dhe Blerta Çelibashit ishte një ngjarje që mbushi faqet e para të mediave roz shqiptare, por gjithçka u zhvillua në mënyrë shumë private dhe elegante. Pas një periudhe të gjatë lidhjeje dhe shumë zërash në publik për planet e tyre martesore, çifti vendosi që të kurorëzojë dashurinë në një ceremoni intime, ku ishin të pranishëm vetëm familjarët e ngushtë dhe disa miq të përzgjedhur. Kjo zgjedhje tregoi dëshirën e tyre për ta jetuar momentin më të rëndësishëm të jetës, larg zhurmës mediatike, në një atmosferë të qetë dhe plot dashuri. Ceremonia u mbajt në Kepin e Merlit, një prej vendeve më luksoze dhe romantike buzdetit në Shqipëri. Peizazhi natyror, zhurma e valve dhe ndriçimi i arti perëndimit krijuan një pamje porallore për këtë ditë të veçantë. Dekori ishte minimalist, por shumë i sofistikuar. Dominonin ngjyrat e bardha dhe bezh, me detaje të florinta që i jepnin gjithë ambientit një prekje mbretërore. Ashtu siç i takon trashëgimtarit të familjes mbretërore. Blerta Çelibashi u shfaq mahnitëse, me një fustan të gjatë bezh me dantela të holla, që i jepte një elegancë të thjeshtë por shumë të rafinuar. Fustani, i punuar me kujdes në çdo detaj, i theksonte linjat e saj delikate dhe përcillte një ndjesi natyrale bukurie. Ndërkohë, Princ Leka kishte zgjedhur një kostum klasik me prerje moderne, që i përshtatej perfekt figurës së tij dhe i jepte një pamje dinjitoze. Çifti, në fotot e para të siguruara nga lokomagazine.com, shfaqej në një platformë të bardhë, duke dhënë premtimin e përjetshëm në një moment plot emocion dhe qetësi. Tryezat e dasmës ishin të organizuara në mënyrë madhështore, me elemente që përzienin traditën dhe modernitetin. Në çdo vendodhje qëndronte një fletë dekorative në formë guaske, me mbishkrimin Leka 2 e Blerta, një simbolik që lidhej me detin dhe me vetë natyrën e ceremonisë. Ky detaj i vogël, por me shumë domethënie, tregonte për kushtimin e çiftit për t'i dhënë kuptim çdo elementi të kësaj dite. Sipas burimeve pranë çiftit, festa vijoi me muzikë live, valle tradicionale dhe momente të ngrohta familjare. Nuk munguan as emocionet, përqafimet dhe urimet nga të ftuarit që u mrekulluan nga thjeshtësia dhe bukuria e kësaj dasme mbretërore. Princ Leka dhe Blerta, tashmë bashkëshort, nisën kështu një kapitull të ri në jetën e tyre, me dashuri, respekt dhe një premtim të përbashkët për të ndërtuar një familje të lumtur në harmoni me traditën dhe kohën moderne.